Kjo është Shqipja. Shqipja është simbolikisht fytyra e pasaportës zero. Shqipe, Tirana. Partia Socialiste shpalosi sot publikisht në një prezantim të posaçëm nga kryesocialisti Edi Rama programin elektoral të zgjedhjeve të ardhshme parlamentare të 11 majit në kërkim të një mandati të katërt. I gjithë programi elektoral i Selisë Roz ishte ndërtuar mbi zhvillimin e mëtejshëm të objektivave, duke nisur me më të rëndësishmen antarësimin e Shqipërisë në Bashkimin Evropian. Për t'ju dhënë pasaportën e BE-s, na duhet jo thjesht një mandat i katërt, po na duhet një mandat i fort, më i fort se të 3 mandatet e deri sotme. Prandaj, kush e do pasaportën e BE-s, patjetër duhet japi kontribut që Shqipëria të hyjë në BE, dhe kontributi për Shqipërinë në BE është investimi i votës aty në qendër të fletës votimit, ku është numri 5 dhe ku shkruan Partia Socialiste dhe Edi Rama. Askush tjetër. Këtë duhet ta bëjmë shumë të qartë për gjithë. Nuk i pajis dot shqiptarët me pasaportën e BE-s brenda kësaj dekade. Një tjetër gur themeli në programin elektoral, kryeministri Edi Rama quajti reformën në drejtësi. Fal reformës në drejtësi. Fal rrugës që ne, Partia Socialiste e Shqipërisë dhe askush tjetër, i hapëm drejtësisë së re. Shqiptarët po shohin përpjekjen e parë në histori për të vendosur barazinë para ligjit. I kemi dorëzuar drejtësisë vullnetarisht, me një vizion shumë të qartë, me një vullnet të palëkundur dhe me një vetdije po aq të qartë se çfarë do të sillte kjo si kosto edhe për ne, shpatën e zonjës së drejtësisë. Duke ju referuar fushës ekonomike, kryeqeverisë tha se borxhi publik është ulur nga 80% në 55%, ndërsa u ndal edhe te paga minimale dhe mesatare. Paga mesatare për vitin 2024 në sektorin publik u mbyll 1.000 euro, ndërsa në Shqipërinë 2030 do të jetë të paktën 1.200 euro. Pagën mesatare të përgjithshme e rritëm më shumë se 2 herë e gjysmë. Dhe do të arrisim të paktën dhe 30% më shumë. 2024 u mbyll me pagën minimale 400 euro dhe duke filluar nga janari 2026 me një vendim që do të merret pas zgjedhjeve, kur të bëhet edhe akti normativ i qershorit, paga minimale do të jetë 500 euro. Rama tha se papunësia është ulur deri në masën 8.8%, ndërsa premtoi se në 2030 do të ulet deri në 6%.